Flamurtari është aty dhe të vjen keq kur e shikon aty sepse ka investime të frikshme. Kështu që dhe Flamurtari është mori një pikë të vlefshme në Vorë, se për mendimin tim javën e kaluar Vora humbi 2 pikë, por është aty, thash, do jetë një luftë javë pas jave. Dhe nesër derbi, ndalim pak të derbi. Nesër derbi në Selman Stërmasi, në orën, s'më pëlqejnë fare këto ndeshjet në orën 3, në orën 1, 13:30 çfarë. S'më pëlqejnë nga një. Aq më shumë derbi. Më kujtojnë ato ndeshjet, atëherë ishin ndeshjet 31 dhjetor Pallat Pionerit, rrafsh në orën se më me 10-11 domethënë. Ndërsa këto, ndërkohë që derbi, po s'ka se po ta bëjnë, domethënë stadiumi Era Albania kushton shumë. Kushton shumë dhe aty do shkojnë 300 vetë, domethënë. Si është këto dy ekipe? Tirana vjen me me atë sa moment me moralin jo të boostuar, po kështu, domethënë high definition, ndërkohë që Dinamo 4 ndeshje pa fitore, pa bërë gol. Kështu që ndoshta Dinamo do inspirohet nga 6-2-shi, po do i jetë një ndeshje, për mua është një ndeshje që i ka të trija rezultatet brenda. Kujt duhet më shumë? Kujt i duhet më shumë? Dinamo, të dyjave i duhet. Ja, dakor, për në këtë moment. Sepse nëse sa është ajo Vllaznia me Vorë? 1-0. Është përfundimi, jam pushim pjesë parë. Vllaznia ka 38 pikë. Dinamo ka 33. Pra, nëse Vllaznia shkon 41, shkon 40, rritet distanca mes Dinamos dhe Vllaznis, sepse përgjysmojnë pikët, dhe Dinamo, nëse nuk fiton, dhe Vllaznia fiton sot, dhe në pjesën e dytë, Dinamo dal nga dal i heq mundësinë vetes për dal kampion. Kështu që të dyjave i duhet. Patjetër dhe Tiranës i duhet që, po Tirana dhe mund të, si thua, mund të dyjave i duhet. Dhe për mua i ka të treja rezultatet. Ndërkohë, ndalemi pak Baku tek përballjet e play-offit të Champions League. Si do duk shorti, se nuk kemi folur për këtë short, Benfica Real. Kur dëgjoj që Benfica do haj 6 gole, do unë vjem akoma për qesh, do unë, Je sigurt? Jo, kur dëgjoj. Kur dëgjon, okay. Sepse Mourinho ta bën jetën aq të vështirë sa që Okej. Si është ajo, plakut vetëm ato mos i një gjo. Po. E shikon të balancuar këtë sfidë, nuk shikon. Jo, e shikoj 60-40 për Realin. Për Realin. Po. Bodo-Glimt, Inter. Bo. Edhe këtu e ka marrë me... E kanë marrë ato Tinderit. Po, me të lumtur. Pyesin Mourinho ose Romën. Sa i futi Romës? 7? Nuk e marrë mend. E di. Po. Atje të paktën po. Dgjoj mos në të periudhë që atje është minus. Se tu duk ty, dëgjoj, të mundësh Manchester Cityn dhe Atletico Madridin jashtë, ekip shumë i fortë. Unë këtë e shikoj 50-50. Një ekip që jo vetëm të kënaq, me një përgatitje të lartë atletike, fizike, vrapojnë pa fund, me teknikë të lartë, me gola, do në 50-50. Okej, Monaco Paris. Këtu. Të lutem. Këtu kemi 4-5-6 gola diferencë. Për Parisin, Po. Për të Parisit. Po. Okej. Karabag, Newcastle. Newcastle. Është i sigurt e Karabagu, ekipi i lezetshëm ishte, por dëgjoj, Newcastle është i fortë, është të kënaq edhe, Okej. Edhe për vetë kompeticionin do duhesh e kalon më tej. Jo, po. Okej. Deri këtu është sukses Karabag. Po edhe dikush mund thotë për Bodo-Glimtin deri këtu është sukses. Edhe për kompeticionin duhet Interi. Nëse ecëm me të logjik. Po pse mos shkoi deri në fund Bodo-Glimti? Po pse mos shkoi deri në fund Karabagu thua? Po s'është, nuk janë njësoj. Okej, dakor. Ti është po sjell zëra që mund të jenë kundër. Di çam kujton Karabaku? Ky, më fal. Bodo-Glimti. Steaua në Bukureshtit. Është në ato nivele thua, është? Në vitin 1986 shkoi deri në finale kundër Barcelonës. Po. Ndeshja u luajt në Sevilla. 0-0 në 10 minutat, 0-0 shtesa dhe portieri Dukadam priti 4 penalti. Fitoi Steaua Kupën e Kampionëve. Okej. Galatasaray Juventus. Ha një dashi.
këtu tani, merë qëndrim. Pa hile fiton Juventusi. Pa i bërë hile. O jo, pa i bërë hile, thua? Pa i bërë hile. Nuk kujton një hile të madhe ti? Me Galatasaray? Jo, pande po them. Nuk e kujton, realisht. Ishte një batut shumë e bukur çfarë që ti po qeshe që ka arritur koha që Juventusi ankohet për arbitrat. Po, për penaltin dje. Po, ishte për batut pa që Se vetë ju ankoje? Jo, s'pak, po flas për Hajduti akuzon Hajdutin Hajdut. Po i bëjmë pa drejtë. Dgjoj, po se mban më atë ndeshjen që u shty dhe u bët nesërmen dhe ato Galatasarayt kishin punuar vetëm atë fushën nga do sulmoni. Po. Dgjoj, një tifozit Juventusit nuk i Falet falet kjo. se i ka ndodhur shumë pa drejtë Juventusit. Ursa? Po qel gjithë salla këtu në Pikërisht prandaj po kthea Okej, kokën po. pas. Club Brugge, Atletico Madrid. Simeone. Alo. Klub Brugge është ekip shumë i mirë, Simeone nuk t'i fal këto. Ndeshjet Jo. të mbajtja arte, domethënë aty mund toleroj. Ndërkohë Borussia Atalanta. Borussia. Kalon Borussia thua? Është më lehtë se Atalanta? Dhe duhet të le. Dhe për ta mbyllur me ekipet që mbeten jashtë. Kushte për këtë herë të keq.